e ndjek moralin. Pavarësisht se Gjirizi investon të perversiteti. Sali Berisha ka moral kër i del shqiptare para. Sepse futi Shqipërinë në NATO. Pra ka bërë vepra madhështore si burr shteti. Liberalizoi vizat, vepër madhështore si burr shteti. Solli Tapin, vepër madhështore. Bashkoi Shqipërinë me Kosovën fizikisht. Me autostradë dhe kombit. Por nuk është votë zoti Noka për... Aty ja them unë, u po flas për burrat e shtetit. Po çfarë do bëj? Po ja them unë, dhe sot është i besueshëm Sali Berisha. Dyfishoj me gjysmën e buxhetit që ka sot Rilindja, dyfishoj rrogat, dyfishoj pensionet, dyfishoj subvencionet, ndërtoi mbi 1000 shkolla, laborator informatike në shkolla, ndërtoi qendra ujësjellsa. Ku e ka ujin, më fal. Jemi 2025, ka ndryshuar situata. Dakor, jo, s'ka ndryshuar, po ta them unë. Më thuaj çfarë ka, më thuaj një vepër. Më thuaj një arritje të Gjirizit në 12 vite. Me çfarë do mburret përpara shqiptarëve Gjirizi në këto 12 vite? Vetëm këtë më thoni ju. Unë po ju numëroj një sër arritjesh të qeverisë Sali Berishës. Le të thonë një, atëherë shqiptarët besojnë që ky burr është burr shteti. Kreu Gjirizit është burrës pushteti. Dhe pranaj shqiptarët ndjekin Sali Berishën. Pse? Sepse ai është burr që mba fjalën. Është lider dhe nuk, më fal, dhe nuk është nga ata që kapet me kthetra. Mjafton vetëm kjo zoti Noka? Shqiptarët duan ëndrrën e tyre. Ëndra e tyre nuk është një karton. Se pasaporta që ju ofron Edi Rama, në njërën anë ka shpopullimin në një faqe. Në faqen tjetër ka varfrin. Në faqen tjetër ka inceneratorin. Në faqen tjetër ka 5D, pasaporta Edi Rama. Ju çfarë ofron? Të lutem. Në faqen tjetër ka Sajmir Tahirin dhe kanabizimin. Në faqen tjetër ka Erion Veliajin dhe inceneratorin e Tiranës. Në faqen tjetër ka Suel Qelën në një faqe. Në një faqe tjetër pasaporta Edi Ramës ka Bajrat. Në një faqen tjetër ka Troplinët. Këto janë faqet e pasaportës e Edi Ramës. Në një faqe ka kokainë, laboratorët e kokainës. Në një faqe ka avionët e drogës që zbresin në Shqipëri. Edhe zoti Rama thotë pasaporta që ka Partia Demokratike, ka zotin Meta, ka... Jo, t'ju a them, po, zotin Meta është... Po, janë gjithë, janë figura dhe... Njerëz që shkojnë dhe japin llogarinë në prokurorin. Po, ta them unë, zoti Meta është një nga figurat kryesore të opozitës. Çdo njëri nga aleatët tanë është 100 herë më dinjitos se hajdutët e Rilindjes, se asnjëri prej tyre s'është hajdut. Dhe ku jemi ne tani? Kjo është një diferencë shumë e madhe. Shqiptarët shohin sepse 12 vjet pa kohë Gjirizi që t'ju ofronte minimumin jetik shqiptarëve dhe jo të marrin asistencë 40.000 lekë vjetra, 40 euro. A e dini ju që unë po lëviz në për fshatrat të Shqipërisë? 40 euro janë të ardhurat familjare të një fshatari, është një papuni, është ndihmë ekonomike. Jeton dot njëri me 40 euro sot, ndërsa Sali Berisha premton 200 euro minimum jetik për çdo individ. Çfarë është kjo? Është diferencë e madhe. 40 euro për një familje jep Gjirizi, 200 euro për individ, minimum jetik. Shqiptarët do shohin ku është ardhmja, dhe ardhmja nuk është tek Gjirizi. Askush nuk sheft ardhmën te Gjirizi. Aty vetëm arom ku dërbim, glojnë minj, larva, krimba dhe bretkosa. Zoti Noka, keni zgjedhur që të vazhdoni të njëjtin të përdoren të njëjtin gjysmë që përdor kryeministri? Un kam zgjedhur të ai përdor bufin e kënetës dhe këto ju përmendi Gjirizin. Un kam zgjedhur t'ju them të vërtetën. Dhe e vërteta është kjo, mes ftyrës së Suel Qelës dhe pensionit 220 euro, pensionistët do zgjedhin pensionit 220 euro, mes ftyrës së Bajrave dhe minimumit jetik të papunët dhe allergjit do zgjedhin minimumin jetik, mes ftyrës së Troplinëve dhe rrogës 500 euro, çdo njeri që punon, që do të ndërtojë jetën e tij me djerës do zgjedh rrogën 500 euro, minimale. Pedagogët do të kenë rrogë 1000 euro, nuk mund të talet kush me arsimin. Arsimi do të ngrihet, sepse një shoqëri pa arsim është e destinuar të vdes, të shkatrohet, dhe këtë shkatrim po ja ofron Gjirizi Edi Ramës. Më fal, tani çfarë është? Arsimi është Ukraina, Palestina janë luftë, janë 10 shkallësi për nesh në arsim. Po pse ndodh kjo? Sepse Edi Rama e urren këtë shoqëri dhe ka zgjedh një strategji për ta shkatruar këtë shoqëri. Të zhdukësh arsimin, të godasësh arsimin, do thotë godet të ardhmen e Shqipërisë, e një shoqërie. Atëherë, fal, jo t'ju them unë, atëherë të rinj, të reja që duan shkollohen, familjarët që duan shkollohen fëmijët e tyre, do shohin mes fytyrës së Erion Veliajt dhe Frida Krifshës do zgjedhin
do zgjedhin shkollimin e tyre dhe do zgjedhin 200 euro bursën për çdo kush është përballë fëmijë të tyre. Këtyre dy portreteve që ka Partia Demokratike. Çdo kush përballë orrave që vjedhin është çdo kush më mirë. Edhe rojet janë 5 herë më dinjitos se sa këta. Sepse mjafton mos jesh hajdut, mjafton mos jesh bandit, mjafton mos jesh trafikant. Dhe je njëri dinjitos që do vendin tënd. Kjo është tashmë qartë e dukshme. Çfarë pedagogët